Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa atammu taslim. Ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum wa iqtada bihadihim ila yawmiddin. Thumma amma ba'd. E falenderoj Allahun Jalla Jalaluh për çdo begati dhe mirësime të cilën na ka pajisur. Përshëndetjet tona të përzemërta ja dedikoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë besimtarëve muslimane që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatia e Zotit qoftë gjithmonë mbi ju dhe mbi familjet e juaja. Mirë se takohemi në takimet tona javore, ku jemi duke diskutuar për një hadith të veçantë, një ngjarje të veçantë që i ndodhi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam me Xhibrilin në një ditë prej ditëve në xhami, ku erdhi Xhibrili në formë të personifikuar dhe e pyeti pejgamberin alayhis salam për çështjet më madhore në Islam, pra për vet Islamin, për imanin, për ihsanin dhe pastaj hyri tek shenjat e Kiametit, të cilat neve pra jemi duke i trajtuar një nga një me detaje dhe hollësi të veçanta, duke u munduar që t'i ikim transmetimeve të cilat janë të pavërteta dhe atyre israeliateve të cilat pra ka mundësi që të hyjnë në fenë e Allahut Azza wa Jall pa pasur ndonjë bazë dhe ndonjë argument. Andaj feja jonë islame është fe e argumentit. Ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe duhet hulumtojmë në veprimet dhe në fjalët e sahabëve në mënyrë që të dalim me një verdikt zyrtar apo përfundimtar në raport me dituritë që kanë të bëjnë me dinin islam. Andaj, siç edhe është transmetuar në atëherë, ky është ummeti i isnadit, i zinxhirit të transmetimit. Pra neve çdo gjë që transmetojmë duhet ta transmetojmë me bazë dhe me argument që ka zanafillin qysh në kohët e hershme të gjeneratave të para. Andaj kjo fe dallohet pra në aspektin e vërtetësisë nga fetë e tjera, sepse nuk kanë isnad, nuk kanë zinxhir të transmetimit. Për këtë arsye pra këtu vrehet diferenca e të vërtetës me të kotën. Për këtë arsye pra neve kemi obligim që në çdo çështje të cilën neve dohet ose kemi nevojë ta gjykojmë, të kthehemi tek Allahu dhe tek i dërguari i tij, e të mos gjykojmë nga hamendja jonë, sepse pastaj do të dalim në devijim dhe do të devijojmë edhe të tjerët. Domethënë momentin që neve dëshojmë gjykojmë diçka, Allahu na urdhëron që të kthehemi në këto pika zyrtare, pikat e palekondshme dhe pikat e sigurta që ta ruajmë fenë tonë. Për këtë arsye Allah Azza wa Jalla tha: "Ma kana lil mu'minina idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tha, nuk i takon besimtarëve musliman kur dëshirojnë gjykojnë në ndonjë çështje, në qoftë se Allahu ka caktuar diçka dhe i dërguari i tij, ata të gjykojnë me hamendjen e tyre. Për këtë arsye pra, kjo është shumë e rëndësishme që të potencohet në fillim të këtij takimi. Për të vazhduar me tematikën tonë që ka të bëjë me shenjat e mëdha të Kiametit, ku kemi elaboruar së pari ardhjen e Imam Mehdiut, që është në mes të shenjave të vogla dhe shenjave të mëdha të Kiametit, e disa dietarë kanë konsideruar që është edhe prej shenjave të mëdha të Kiametit, pastaj ardhja e Dejxhallit si shenja e madhe e Kiametit, zbritja e Isës alayhis salam, birit e Mërjemës,
ku do takohet me Mehdiun, do takohet edhe me Dejjallin dhe do ta mbys Dejjallin. Pastaj kemi diskutuar edhe për Yejujët dhe Mejujët, dy fise zullumçare të cilat u penguan në kohën e Dhulqarnenit a.s. me ndërtimin e një murit të madh nga Hekuri dhe Bakri, e të cilët me lejen e Zotit do dalin pra në atë ditë kur Allahu dëshiron dhe kur ata do të thojnë insha Allah, me lejen e Allahut do dalim nesër, pastaj do të mundsohet dalë atyre, do të shkatërrojnë në tokë shumë gjëra, shumë njerëz do të mbysin, e pastaj me lutjen e Isës a.s. dhe të popullit që janë me të, atëherë Allahu do të mbys pra me dërgimin e disa zëgjve ku do të mbesin të vdekur, e pastaj Allah azza wa jall do të dërgoj pra një shi ku do të pastroj tokën dhe kështu Isa do të qëndroj për një periudhë, pastaj edhe do të vdes. Për të vazhduar me shenjat e tjera të kiametit që kemi thënë se janë aq të shpejta, janë jo normale, janë aq të shpejta sikurse ato ruazat të cilat i vendosim ose në duar ose në fyt, e në momentin që këputet, atëherë ato bin njëra pas tjetër me shpejtësi të madhe, njëjtë janë edhe shenjat e kiametit, pra njëra pas tjetër zvijnë pra me një shpejtësi dhe distancë kohore shumë të shkurtër. Prej shenjave të tjera të cilat është e rëndësishme që t'i cekim, ndonë se nuk është gjithmonë renditja pra 100% që mund të vendosim se renditja këtyre shenjave është kështu, mirë po është e parafrueshme sipas haditheve të pejgamberit alayhis salam, për shenjave të tjera të cilat do të vinë pas pra Dejjallit, Isës alayhis salam, zbritjes së Isës alayhis salam dhe Yejujve dhe Mejujve, pra do të jetë 3 shafitje të tokës. Khasfun fil mashriq, shafitje në lindje, khasfun fil maghrib, shafitje në perëndim, wa khasfun fi jaziratil arab. Dhe një shafitje tjetër do të jetë në gadishullin arabik. Dhe shafitjet e tokës të nderuar vëllezër besimtar, në mënyrë të drejtë për drejtë nuk janë të përmendura në Kur'an, por kanë ardhur në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ashtu siç që kanë nxjerrë Imam Muslimi nga Hudhaifa ibn Asad al-Ghifari, ibn Asid al-Ghifari, ku thuhet: Ittala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alejna wa nahnu natadhakar. Profeti sallallahu alaihi wasallam, pra të nderuar vëllezër besimtar, ishte një ditë ku shokët e pejgamberit alayhis salam e përkujtonin kiametin dhe shenjat e kiametit. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk do të ndodh kiameti derisa të ndodhin 10 shenja, dhe filloi që ti përmendte. Prej tyre përmendi pra tymin, e përmendi Dejjallin, e përmendi kafshën, lindjen e diellit nga perëndimi, zbritjen e Isës alayhis salam, daljen e Yejujve dhe Mejujve, 3 shafitjet e tokës, një në lindje, një në perëndim dhe një në gadishullin arabik. Dhe një zjarr që del nga Jemeni dhe i drejton njerëzit drejt vendtubimit të tyre. Thot Imam Nawawiu në komentin e këtij hadithi, pra që kanë nxjerrë Imam Muslimi, ky hadith tregon se shafitjet e tokës pra nuk janë të zakonshme, por do të jenë të mëdha dhe të dukshme si shenja të pamohueshme para kiametit, sepse pejgamberi sallallahu në këtë hadith të qartë, të saktë, autentik thot se 3 shafitjet e tokës pra do të jenë prej 10 shenjave të kiametit që i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu është transmetuar edhe në hadithin e Ummu Selemes radhiyallahu anha, që ka nxjerrë Imam Taberani, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se yakunu ba'di khasfun bil mashriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun fi jaziratil arab. U pyeti dërguari sallallahu alaihi wasallam pra dhe i përmendi 3 shafitjet e tokës, pra do të jetë një në lindje, një në perëndim dhe një në gadishullin arabik. Pastaj Ummu Seleme e pyeti: Ja Rasulullah, i tha, a do të fundoset pra, a do të ketë shafitjet e tokës, edhe pse në atë vend ka njerëz të mirë? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Po, idha kana ahluha aktharu ahliha al-khabab. Tha po, do të ketë shafitje kur do të bëhen shumica atyre njerëzve njerëz të këqij,
njerëz të cilët nuk e kanë frikë Allahun subhanahu wa taala. Ibn Hajeri në komentin e këtij hadithi të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë thotë, nëse mëkatet bëhen pra të hapura, dhe shumica dërmuese i bën këto mëkate siç po ndodh në kohën tonë, atëherë ndëshkimi do t'i përfshijë pra një pjesë të madhe të njerëzve, por njerëzit në përgjithësi do të ringjallen para Allahut azza wa jall në bazë të qëllimit që kanë pas në jetën e kësaj bote. Është e rëndësishme të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë të kuptojmë se çka nënkupton fjala khasf në gjuhën arabe ose shafitje. Dietarët islam kanë ardhur me disa pra kuptime, e para prej tyre, shafitja në khasf është për qëllim pra fundosje, me u fundos njeriu në diçka që është poshtë. Ose kanë thënë me termin shafitje, khasf është për qëllim zhdukje, komplet zhdukje, në momentin që është dikush ekzistent, Allah azza wa jall e zhduk, dhe e treta humbje që është e përngjajshme pra me të. Khasfun në gjuhën arabe përdoret edhe për khusuf el-qamar, përdoret pra për fshehjen e hënës kur errësohet komplet pra që ndodh jo shumë shpesh, mirë po ndodh domethënë errësimi ose mbyllja e hënës siç njihet në popull. Gjithashtu khasf përdoret edhe për tokën kur hapet dhe përmbin njerëzit dhe vendet. Për këtë arsye Imam Kurtubi thotë, shafitja është ndëshkimi më i frikshëm sepse njeriu pra përpelitet ose pra gëlltitet i gjallë në tokë dhe nuk mbetet asnjë gjurmë e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dinte mirë se këtë dënim Allah azza wa jall ka mundësi që ta ekzekutojë në çdo njeri dhe në çdo shoqëri. Andaj lutej shpesh me një dua të njohur, ku kërkonte nga Allahu azza wa jall që Allahu ta ruaj nga shafitja, pra dhe gëlltitja e tokës. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonte, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini. O Allah, unë të lutem ty për një lloj sigurie dhe shëndeti, një lloj siguracioni në fen time, wa dunjaja wa ahli, në jetën time dhe në familjen time, wa mali, dhe në pasurin time. Allahumma astur awrati, wa Allah më mbulot metat e mia, wa amin rawati, dhe më siguron në frikat e mia që i kam. Wa amin rawati, më siguron në frikat e mia që i kam. Wahfadhni min bayna yadayya wa min khalfi, dhe më ruaj mua nga përpara dhe nga mbrapa, dhe nga ana o an jemini, o an shimali, dhe nga e djata, dhe nga e majta. Dhe pastaj vazhdon dhe thot, wa min fawqi, dhe mbi mua, wa a'udhu bi azamatika an ughtala min tahti, dhe mbrohem me madhështinë tënde, më mbroj që të mos fundosem nga poshtë, që të mos shafitem pra nga poshtë. Këtë lutje kush e bënte? E bënte Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Andaj të nderuar vëllezër besimtar, thotë Ibn Rajab se komenti fjalës nga poshtë nënkupton shafitjen, e cila është më të vërtetë një ndëshkim i madh dhe ndëshkim turprues. Për këtë arsye Allah azza wa jall në formë indirekte ka përmendur pra shafitjen e tokës, shafitjen e njerëzve. Në njërën prej ajeteve në surën Nahl, në ajetin e 45, Allah azza wa jall thot: "Afa amina alladhina makaru as-sayyi'ati an yakhsifa Allahu bihimul arda aw ya'tiyahumul 'adhabu min haythu la yash'urun." Ata janë të sigurt, ata që thorën plane të këqija, se Allahu nuk do t'i fundos në tokë, edhe dënimi të vinë mbi ta kur ata nuk e presin. Pra përmend shafitja në qoftë se njerëzit pra bëjnë planet këqija dhe veprat këqija, se Allah do t'i fundos në tokë. Gjithashtu Allah azza wa jalla thot në surën Isra në ajetin e 68: "Afa amintum an yakhsifa bikum janib al-barri aw yursila alaykum hasiba thumma la tajidu lakum wakila." A jeni të sigurt se ai që është në qiell nuk do t'ju fundos juve në tokë, ose nuk do t'ju godas ndonjë stuhigurësh, e me pas nuk do të gjeni aske
që do t'ju mbroj juve. Gjithashtu Allah Azza wa Jalla në mënyrë direkte thot në suratul Mulk në ajetin e 16: "Amintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur." Fa a jeni të sigurt se ai që është në qiell nuk do t'ju fundos juve në tokë, e ajo papritur lëkundet fort. Gjithashtu Allah Azza wa Jalla thot në surën Ankebut në ajetin e 40: "Fa kullan akhadhna bi dhanbihi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayha wa minhum man khasafna bihi al-ardha wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun." Fa secilën e kapën për shkak të mëkatit e tij. Disa i goditën me breshër gurësh, disa i morën një zejt mërshëm, disa i fundosëm në tokë dhe disa i mbytëm në ujë. Allahu nuk u bën pa drejtësi atyre, por ata vetë i bën vetvetes pa drejtësi. Pra, Allah Azza wa Jall tregon se ka pasur një mori dhe lloj-llojshmëri të dënimeve të njerëzve me gurë, me zë të mërshëm, por ka pasur edhe me fundosje të njerëzve dhe të gëlltitje të njerëzve në tokë. Andaj, pra, kjo është njëra prej formave ku Allah Azza wa Jall pra tregon për dënimet e tij. Gjithashtu Allah Azza wa Jall thot në surën Saba në ajetin e 9: "Afalam yarau ila ma bayna aydihim wa ma khalfahum min as-sama'i wal ardi in nasha' nakhsif bihim al-ardha aw nasqit 'alayhim kisafan min as-sama' inna fi dhalika la'ayatan likulli 'abdin munib." Thot, a nuk shohin ata se shkam para tyre dhe pas tyre nga qielli dhe toka? Nëse duam, i fundosim në tokë, ose u hedhim copa qiellin mbi ta. Në këtë ka shenjë për çdo rob që kthehet tek Allahu Azza wa Jall. Në komentin e këtij ajeti thot Ibn Kathiri, Zoti qoftë i kënaqur me të, të gjitha këto ajete paralajmërojnë se shafitja nuk është vetëm në ngjarje e Kiametit, por në dëshkim që mund të ndodh edhe në këtë botë, pra për shkak të mëkateve të njerëzve. Pra, Allah Azza wa Jall nuk e lën këtë shenjë vetëm për ditën e Kiametit, por për shkak të gjunave dhe mëkateve të njerëzve që i bëjnë, mund ta gëlltisë një popull të tërë, një vend të tërë, pra për shkak të dënimit që e meritojnë ata. Për këtë arsye, kemi shembuj të ndryshëm nga historia islame, se si Allah Azza wa Jall i ka fundosur një pjesë të njerëzve të cilët për shkak të gjunave dhe mëkateve të tyre haptas, Allahu i fundosi dhe i gëlltiti toka ata njerëz. Prej tyre, shembulli i në histori është Karuni, një njeri i pushtetshëm në kohën e Firaunit, që kishte pasuri, kishte shtëpi dhe kishte me të vërtet një pushtet të fuqishëm. Allah Azza wa Jall tha në surën Qasas në ajetin 81, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Fa ne me të vërtet e gëlltitëm pra atë dhe shtëpin, komplet shtëpin e tij. Thot Ibn Abasi, Karuni doli me pasurinë dhe solitë e tij dhe u krenua dhe u lartësua, prandaj Allah Azza wa Jall e fundosi në tokë deri në ditën e Kiametit. Gjithashtu, transmetohet tek Buhariu dhe Muslimi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Një ditë një burr ecste në tokë me ndje madh dhe me arrogancë, derisa Allah urdhëroi tokën dhe u fundos dhe e shafiti, dhe ai do të vazhdon të fundoset deri në ditën e gjykimit." Gjithashtu të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, transmetohet nga Ibnul Jauzi se në vitin 233 Hijri, një qytet i tërë në Irak është fundosur në tokë sipas transmetimeve të njerëzve. Gjithashtu në Sham, Siri, vitin 597 transmetohet se ka ndodhur një tërmet ku zhduku shumë qytete. Gjithashtu përmendet në Andaluz, në Spanjën e sotme, se një mal u shemb mbi një fshat dhe e fshiu atë fshat komplet nga faqja e dhejut. Dhe të gjitha këto, pra të nderuar vëllezër, histori dhe historitë e tjera tregojnë se Allahu Azza wa Jall ka mundësi që të shafit njerëz, individa, ose qytete të tëra, fshatra të tëra, ose vendbanimet të mëdha për shkak të gjunaheve dhe arrogancës që ata e kanë në mesin e njerëzve dhe në raport me Allahun Azza wa Jall. Andaj përmendëm Karunin, përmendëm pjesë të qyteteve në Irak, në qytete në Siri e vendet e tjera ku Allahu Azza wa Jall pra dhe në ajete kuranore ku ka treguar se ka fundosur popujt të cilët nuk e kanë besuar Allahun subhanahu wa taala. Andaj
këshilla jonë është që të ruhemi nga mëkatet dhe gjunat, sepse në momentin që shfaqen dhe bëhen të shumta, atëherë Allahu i fundos edhe njerëzit e mirë, edhe njerëzit e këqij, e pastaj secili do të ringjallet me veprat dhe jetën që e ka pasur në jetën e kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, shkojmë në shkputje të shkurtër për të vazhduar me tematikën tonë për shenjat e fundit të Kiametit. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, jemi duke elaboruar një tematikë të rëndësishme në dinin tonë islam, që ka të bëjë me shenjat e fundit të Kiametit, të cilat do të ndodhen dhe janë pjesë e ghaibit, pjesë e të fshehtës, të cilat po të mos ishin ajetet kuranore dhe hadithet e pejgamberit alayhis salam të sakta autentike, normalisht që neve nuk do t'i besonim. Mirë po, dini jonë si sa mështë ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj neve duhet ta besojmë të fshehtën, sepse vetë Zoti është i fshehtë. Vetë Allah azza wa jalla është ghaib, është diçka që neve nuk e shohim, por e besojmë, e ndjejmë si rezultat i krijimtarisë së Tij, si rezultat i zbritjes së Kuranit, si rezultat i të gjitha këtyre argumenteve që na vijnë për rreth, dëshmojmë për ekzistencën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është urtësia e ghaibit dhe të fshehtës, sepse po të ishte prezente dhe ekzistente, do ta besonin që të gjithë. Por Allahu ka dashur me urtësinë e Tij që të na sprovoj neve, që në mënyrë të fshehtë di se kush është besimtar i vërtet dhe kush është mohues i vërtet. Andaj jemi tek shenjat e Kiametit, tek 3 shafitet e tokës. Andaj kemi thënë se shafitet do ndodhen në 3 vende, një në lindje, një në perëndim dhe një në gadishullin arabik. Sa i përket shafitjes në lindje, dietarët islam kanë diskutuar se cilat mund të jenë vendet ku do të shafitet toka. Dhe dietarët kanë thënë, një prej mendimeve të dietarëve se lidhet me vendet e Khorasanit në Iran ose në Irakun e sotëm, ose në rajonet lindore të botës, pra të botës islame. Dhe nuk kemi ndonjë argument të veçantë dhe të saktë që tregon se do të ndodhë në këtë vend apo në atë vend, mirë po do të ndodhë në lindjen e pjesët e vendeve të lindjes. Ibn Kathir në shkruan në një prej librave të tij, thotë dhe ka mundësi që kjo shafite të ndodhë në tokat e lindjes, aty ku shtohet korrupsioni, ku shfaqet kufri dhe ku shfaqen bidatet. Kjo është sipas Ibn Kathirit. Shafitja në perëndim, dietarët islam kanë komentuar se mund të lidhet me rajonet e Magribit arab ose Afrikës veriore, ku është Maroko, Andaluzia, pra Spanja e kështu me radhë, ku do të ketë shumë padrejtësi dhe do të ketë luftra. Ibn Hajeri në Fathul Bari përmend se kjo mund të jetë një ndëshkim për popujt e mëdhenj që do ta kundërshtojnë dinin e Allahut para Kiametit. Kurse sa i përket shafitjes në gadishullin arabik, pra kjo është më i veçantë sepse do ta prek pjesën e zemrës së botës islame, pra që është pra gadishulli arabik. Dhe hadithet na flasin se para Kiametit do të vjen pra një ushtri, e cila do të sulmoj Qaben, shtëpinë e Allahut azza wa jall. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala këtë ushtri do ta shafit, do ta gëlltis toka. Për këtë arsye ka ardhur tek Muslimi, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, një ushtri do ta sulmojnë Qaben. Dhe kur do të jenë ata në një fushë të sheshtë, atëherë Allahu azza wa jall do t'i fundos ata prej fillimit të ushtrisë deri tek fundi i ushtrisë. Dhe ka komente të dietarëve që thonë se disa prej tyre do të ngjallen sipas qëllimit të tyre, sepse mund të jenë të imponuar që të shkojnë në atë vend, në atë ushtri, mirë po do të ngjallen sipas qëllimeve dhe niyetit që e kanë pasur. Si do të ndodhin këto shafitje? Imam Bayhaqiu në Shu'abul Iman thotë, shafitjet do të jenë shenja të mëdha, ndryshe nga ato që ndodhin zakonisht. Pra do të jenë shafitje aq të tmerrshme, saqë nuk do të jenë sikurse shafitjet e normale që ndodhen në kohën e sotit. Pra nuk do të jenë vetëm tërmete natyrore, por do të jenë me një pamje krejtësisht tjetër, pra shenja hyjnore, sepse kemi thënë se shenjat e Kiametit janë
vinë kushte jo normale që nuk janë mësuar njerëzit të shohon. Përshkrimi nga dietarët se do të ndodhen është pra do të ndodhen këto shafitje papritur, pa paralajmërime. Toka do të çohet dhe do të gëlltit njerëzit. Do të ndodh masovikisht, pra jo vetëm me disa njerëz, po një grup të madh njerëzish, grup të madh vendbanimësh dhe rajone të tëra. Janë shenja hynore, pra shenja jo normale, por shenja të mbi të jashtëzakonshme, mbi natyrore që njeriu nuk i ka parë me herët, pra dhe sipas transmetimeve gëlltitja e kësaj ushtrie që do të ndodhë para kiametit, pra është një argument se do të ndodhë fizikisht e jo pra me hamendje. Kjo pra të ndërua vëllezër dhe motra sa i përket shafitjes së tokës pra në 3 pole. Shenja e radhës e cila do të ndodhë, e që ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është khuruja dabba, është dalja e një kafshë nga toka, e cila do t'ju flas njerëzve. Allahu azza wa jalla në Kur'anin famlar thot: "Wa idha waqa'a al-qawlu 'alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun." Tha dhe kur bëhet fjalë për ta, do të thënë kur të vi koha e ndëshkimit, ne do të nxjerrim atyre një shtazë nga toka, e cila do t'ju flas atyre se njerëzit nuk janë duke ju bindur ajeteve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Ibn Kathiri në komentin e këtij ajeti, kjo shtazë do dalë në fund të kohës kur njerëzit do t'jenë larg të vërtetës. Dhe ajo do të flasë me ta dhe do t'i ndaj besimtarët nga pabesimtarët. Imam Kurtubi thot se kjo është prej shenjave, pra që është shenje pakthyeshme, dhe kur pendimi nuk do të pranohet me, sepse do t'jetë afër lindjes së diellit nga perëndimi. Taberiu thekson se kuptimi i të folurit pra të shtazës është real, do të komunikoj me njerëzit në mënyrë të qartë. Kurse nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kemi hadithin e pejgamberit sallam tek Sahihu Muslimit nga Hudhaifa ibn Asid, ku thot: "Innaha lan taquma hatta tarawna qabla 10 ayat wa ad-dabba." Do të thonë, nuk do të ndodhë kiameti pa ardhur dhe të shenja, siç e cekëm hadithin e fillim, dhe prej tyre përmendje dhe shtazën që do të dalë nga toka. Gjithashtu ka në sunenin e Tirmidhiut, takhruju dabba, do të dalë kjo shtazë, tha, dhe do t'i vulos njerëzit në hundët e tyre. Disa hadithe tregojnë për sa do t'i dalloj besimtarët nga pabesimtarët, fytyra e besimtarit do të ndriçojë, ndërsa fytyra e pabesimtarit do të jetë e nxjerrë. Ajo çka është e rëndësishme të ceket gjithashtu të ndërua vëllezër dhe motra se ku do dalë kjo shtazë. Dietarët kanë mendime të ndryshme. Prej mendimeve është si Ibn Abbasit se do dalë nga Mekka, respektivisht nga afër Safas dhe Marwas pra në Haram. Hasan el-Basri thot do dalë nga tokat e shkretirës në përgjithësi. Imam Kurtubi thot se vendi daljes nuk është i prerë, por mendimi më i saktë është se do të dalë nga Mekkeja e bekuar. Si do t'jetë shtaza? Në disa transmetime ka ardhur se ajo do t'jetë një krijesë e madhe gjigante. Do t'jetë me një pamje të tmerrshme, të frikshme, me të cilën do të friksohen të gjithë njerëzit. Dhe do të bartë me vete shenjen e Musait dhe shenjen e Sulejmanit a.s. Ibn Kathiri thotë se nuk është e nevojshme që neve ta imagjinojmë formën apo të friksohemi prej saj, por është e rëndësishme që të tregojmë dhe të flasim për funksionin e saj që do ta ketë në mesin e njerëzve. Pra kjo shtazë do t'ju flas njerëzve dhe do t'ju tregoj për largimin e tyre nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj do të ketë mundësi pra që të dalloj besimtarit do të shkruhet në ballë hedhe mu'min, ky është besimtar, kurse jo besimtarit hedhe kafir, ky është pa besimtar. Dhe njerëzit do të njihen publikisht pra sipas shenjes që e vendos pra kafsha në mesin e njerëzve. Koha e daljes së kësaj shtaze, dietar si Imam Nevawi në Sahih Muslim thot, dalja e shtazës është ndër shenjat e mëdha, e cila do të ndodhë në kohën kur dielli do të lind nga perëndimi, pra të këto dy shenja do të jetë njëra pas tjetrës dhe pas tyre pranimi i pendimit nuk do të pranohet
më. Pra, kjo në përgjithësi të nderuar vëllezër ka të bëj pra me shenjën e daljes së shtazës nga toka e cila do t'ju flas njerëzve. Dhe shenja e fundit për këtë takim do t'jetë të nderuar vëllezër ad-dukhan, dalja e një tymi. Siç Allah Azza wa Jalla përshkruan në surën Dukhan, ka zbritur një surë që ka quajtur surja Dukhan e tymit, ku Allah Azza wa Jalla thot fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bi dukhanin mubin yaghsha an-nasa hadha 'adhabun alim. Dhe priteti ditën kur qielli do të sjellë një tym të qartë që do t'i mbulojë njerëzit, ky me të vërtetë është një dënim i dëmshëm. Ibn Kathir thot, ky ajet është argument i gjallë i qartë për daljen e tymit si shenjë madhështore. Ai thot se më saktë se tymi është një ngjarje që do të ndodhë në të ardhmen kur të afrohet Kiameti. Do të mbulojë të gjithë njerëzit besimtar e jo besimtar, por do të jetë dënim për pabesimtarët, kurse nuk do të jetë dënim për besimtarët, por do ta ndihen lehtë atë. Argument nga suneti i pejgamberit alayhis salam e kemi hadithin pra e njëjtë ku pejgamberi sa ka thënë nuk do të ndodhin shenjat e Kiametit pa ardhur 10, prej tyre ka përmendur pra edhe daljen e tymit. Thot Imam Nawawiu, tymi është një shenjë madhështore, reale dhe vërtet, dhe nuk është vetëm simbolike. Ai do ta mbulojë gjithë botën, do të mbulojë edhe besimtarët edhe jo besimtarët. Ibn Hajar në Fathul Bari thot, hadithet tregojnë se tymi do parafërsisht do të zgjasë për 40 ditë me radhë. Ai prek të gjithë njerëzit dhe besimtarët do ta ndjejnë atë vetëm si një ftohje të lehtë, kurse pa besimtarët do ta ndjejnë si një dënim shumë të rëndë. Dietarët kanë diskutuar se a ka ndodhur më herët kjo ngjarje e tymit apo do të ndodhë në të ardhmen. Një mendim i dietarëve thotë se tymi ka ndodhur më herët në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra Abdullah ibn Mas'ud tha se ajeti surës Dukhan ka të bëjë me ngjarjen e një urie të madhe që goditi fisin Quraysh në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe njerëzit shihnin qiellin sikur të ishte i mbuluar me një tym nga dobësia dhe uria që kishin ata. Pra, këta dietarë mendojnë se ka ndodhur në kohën e pejgamberit alayhis salam kjo shenjë, dhe ky ajet ndërlidhet me këtë ngjarje në kohën e pejgamberit alayhis salam. Kurse një mendim tjetër thotë se ky tym është tym pra në kohë të veçantë, ku do të ndodhë në të ardhmen, ku do të jetë prej shenjave para shkatërimit të kësaj bote, dhe këtë mendim e kanë shumica e dietarëve se Ibn Kathiri, Qurtubiu, Nawawi, Ibn Hajari e të tjerë dietarë, pra që do të ndodhë para se të shkatërrohet kjo gjësi. Dhe një pjesë e dietarëve kanë bashkuar se pra tymi do të jetë i dyllojshëm, pra një ka ndodhur në kohën e pejgamberit alayhis salam dhe një do të ndodhë tymi, ai ka qenë tymi i vogël, kurse ky do të jetë tymi i madh i përshkruar pra në ajetet dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra do të zgjas 40 ditë, sipas transmetimeve nga Ibn Mas'udi dhe të tjerë, do të mbuloj të gjithë njerëzit, besimtarët do të preken lehtë, do të jetë lehtë për ta si një ftohje dhe një grip, kurse pa besimtarët do ta ndihen me një vujtje të rëndë. Andaj transmetohet nga Ebu Hatim se disa prej sahabëve thonin ky tym tashmë ka ndodhur dhe do të ndodhë përsëri si një shenjë madhështore Allahut Azza wa Jall. Historianët musliman si Ibn al-Jauzi dhe Ibn Kathir përshkruajnë se kur tymi ose mjegulla e dendur mbuloi vendet për shkak të tërmeteve, vullkaneve ose urisë, dhe i lidhnin këto me paralajmërime hynore, por jo me shenjën e madhe. Pra këta dietar thonë se këto raste të tymit apo të lëvizjeve të tërmeteve të mëdha dhe vullkaneve kanë ndodhur si shenja pra të mëkateve të njerëzve, por shenja e madhe e tymit do të ndodhë pra në të ardhmen, atëherë kur do të shkatërrohet edhe kjo gjësi komplet. Andaj, shafitet e tokës, dalja e shtazës dhe dalja e tymit janë prej shenjave të fundit të Kiametit, të cilat do të ndodhen, për të na mbetur në takimin e radhës të flasim të nderuar vëllezër dhe motra besimtare për shenjat të fundit komplet të Kiametit, që janë lindja e diellit nga perëndimi dhe dalja e një zjarri nga Jemeni që do t'i të bëjë njerëzit në vend tubimin e tyre, dhe për ta përfunduar serin të cilën e kemi titulluar "Më trego për Islamin", e që në esencë është hadithi i Xhibrilit që është bërë koment nga ne pra prej fillimit e deri në fund të këtij hadithi. Andaj deri në takimin vijues, i cili do të jetë i fundit për të elaboruar dhe për ta kompletuar
hadithin madhështor që kemi titulluar hadithi Gjibrilit, e lusim Allahun për falje me katësh. E lusim Allahun Azza wa Jall që të na mundsoj të jemi stabil në fenë e tij. Na mundsoj të lidhemi me Kur'anin fa më madh. Na mundsoj që ta shtojmë diturinë tonë në raport me Allahun Azza wa Jall dhe në raport me shkenca tjera në jetën e kësaj bote, me të cilat neve përfitojmë edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. E lusim Allahun subhanahu wa taala që të na bëjë prej atyre të cilët e pasojnë rrugën e drejtë dhe të vërtetë dhe e flasin atë. E lusim Allahun Azza wa Jall që të na mundsoj, që të na qartësoj rrugën e kotë dhe të distancohemi prej saj. Amin walhamdulillahi rabbil alamin.